sot jemi me këtë hadithin që shkon me Bukhari dhe Muslim, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Prej çështjeve të komenteve të këtij hadithit është që mas shumë për përkthejmë pasaj inshallah komente. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për agjëruesin janë dy gëzime. Gëzimin kur ai e qel iftarin dhe gëzimin kur ai takohet me Zotin e tij, do thonë ditën e gjykimit. E prej komenteve që e kanë dhënë ulemat është e para kjo: tër ditën njeriu duhet me qenë me këtë gëzim deri në iftar. Tër ditën duhet me qenë i gëzueshëm njeri deri në iftar. Edhe kur ta qel iftarin, edhe më shumë. Komenti i dytë, duhet që më gëzu agjëruesi që Zoti e ka zgjedhur. Sa prej njerëzve janë nda para Ramazanit për neve nuk i ka prit Ramazanit. Sa në Ramazan nuk kanë dhek, sa për të nuk mund me agjëru. Nësa ti pa agjëran, Allah Azza Jall ka zgjedhur dhe për ta njëri duhet më gëzu për agjërimin e tij. Komenti tjetër që kanë bërë ulemat është që më gëzu agjëruesi që po e kalon dhe po e kompleton ditën e tij me agjërim. Me adhurimin më të mirë që Zoti e dhan. Çka thon pejgamberi, nuk ka super domethënë agjërimi, vepër më të mirë, adhurim më të mirë se agjërimi nuk ka. Dhe në fundit ai vëllezër, komenti i fundit është që ky gëzim të cilën ti e ke përjetu, që je si agjërueshëm, që ky gëzim do të jetë edhe takimin në ditën e gjykimit, në agjërimin kur takoni para Allahut azza wa jalla. Po njeriu gëzohet kur takohet para Allahut dhe e shën agjëruesin. Do agjërimi formohet njeri dhe e shën dëshmon për ty që ky ka agjëru. Ato është edhe gëzimi para Allahut azza wa jalla që i takon me si adhurim që Zoti e shndron domethënë agjërimin. E lutem Allah azza wa jalla që Zoti na dhon për hadithi, të gëzohemi në dunjë dhe gëzohemi inshallah takohemi me agjërimin ton para Allahut azza wa jalla. Ya Rabbil alamin. Zoti pranoj penera të juve, ya Rabbil alamin.